Nisja e muajit të shenjtë të Ramazanit është një arsye më shumë që vuajtjet për banorët e rripit Gazës, që po përballen për më shumë se 5 muajsh me luftën e Izraelit kundër Hamasit, të mos shtohen. Ndaj dhe në Kairo ka nisur një përpjekje e re për anëpushim mes palëve, sërish me ndërmjetësimin e Egjiptit dhe Katarit dhe me mbështetjen e Washingtonit. Propozohet si fillim një anëpushim 2 deri në 4 ditë për të përgatitur terrenin për gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme për të shmangur vuajtjet e civilëve. Përpjekja vjen mes kërcënimeve të Izraelit për të nisur sulmin përfundimtar toksor në Rafah, që sipas kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu është betejë përfundimtare për spastrimin e Hamasit nga i gjithë rripi i Gazës. Në Rafah strehohen mbi 1.5 milion palestinezë që kanë gjetur atje stre nga të 4 anët e rripit Gazës për të shpëtuar luftës. Në një intervistë, Netanyahu tha se linja e kuqe e Izraelit është të mos përsëritet sulmi i Hamasit i 7 tetorit. Me këtë mënyrë ju përgjigj presidentit amerikan Joe Biden, i cili më herët tha se nëse Izraeli nis një sulm toksor, kjo do të përbënte kapërcim të vijes së kuqe, pasojat për të cilën nuk i specifikoi.